thot Allahu subhanahu wa taala kitabun anzalnahu ilayka litukhrija an-nasa min adh-dhulumati ila an-nur. Na ta kemi zbritur Muhammed një Kur'an, na ta kemi dhënë një referencë, na ta kemi dhënë një burim të dijes përmes cilit ti do të arritësh që ti largosh dhe ti nxjerrësh njerëzit nga errësira për në dritë, nga errësira e mosbesimit, nga errësira e devijimit, nga errësira e shpirtlikësisë, nga errësira e mangësive të shumta që njeriu ka, dhe nëse ato nuk i menaxhon si duhet, padyshim se rezultatet e tyre janë shumë të dëmshme. Andaj ky Kur'an, ky burim, kjo referencë në Allahu subhanahu wa taala na ka ofruar, është ajo përmes cilës ne arrijmë që të dalim nga errësira në dritë, nga errësira e të gjitha errësirave në dritën e qartë e Islamit. E pastaj Allahu subhanahu wa taala e shoqëron me një ajet tjetër ku thot wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Ne kemi plotsu, ne kemi kompletu fjalën e Allahut subhanahu wa taala, pra fjalën e Zotit tan, e cila është e plot edhe nga vërtetësia edhe nga drejtësia. Ky Kur'an nuk i vjen e kota para e as mrapa. Ky Kur'ani nuk arrin dikush që të sjell diçka të ngjajshme me të. Ky Kur'an nuk ka ardhur që t'ja maj anën e caktuar dikujt, apo të jetë në favorin e dikujt, apo të ndryshoj mbaz të tekeve edhe lakmive edhe qefe të dikujt. Jo, ky Kur'an është plotsu me vërtetësinë e tij dhe me drejtësinë absolute të Allahut subhanahu wa taala, pavarësisht se në raport me kënd ka të bëj mësimet e tij, urtësitë e tij, formimet e tij, cilat Allahu subhanahu wa taala e ka sjellë që të jenë norma të njeriut.